Po, për mu ka qenë vështirë, po me një farë mënyre jam i kënaqur dhe jam krenar që kam marrë si këso rasti çështje, sepse këto çështje i kam çuar deri në fund dhe është rasti i zonës Mirie që është sepse zonja po përmendet zonja Mirie dhe ne jemi vëllazë me një kriminal. Po është një raport në Kosovë, në këtë është një raport që në rastin e kapjes të këtij kriminali ne jemi vëllazë tek për drejt me një person që ka qenë i përhyrë, ka pas durrës e përlyta me gjatë. Sepse po të shikohet një analizë të krimeve të luftës të personat që janë zënë në qytetet dhe në gjykata të tjera të cilët janë dënuar, aty nuk kemi pasur profile të një ushtari. Aty kanë pasur personat zyrtar që kanë qenë drejtorë të burrëqeve zyrtar, që i kanë rreth shqiptarë, kanë torturuar shqiptarë. Po ky rast është një raport në Kosovë që po zgjidhet një kriminal i veshur nga beretat e kuqit të Arkanovićve dhe po zgjidhet dhe po kopës. Edhe janë lluku pomja shifrat se si është i sfaqëndrimi ka dhe është i mbushur në tatuazhe me ato kryqa me popa dhe janë fotografi të prova që ky ka qenë tek për ditë i përlyt në krim. Pra është një raport për neve që kemi zënë një informacion të aktiv që ka bërë krime. Dhe kjo për mua është një disi statifikacion dhe është një arritje në suksesin tim të karrierës, është kapur një kriminal dhe është dënuar me 15 vite burg. Po, edhe për fare në fund, Genti, a mendoni që edhe kjo heshtja e institucioneve e ka shtuar dhimbjen e familjes? Po, edhe heshtja e institucioneve, sepse unë thash këtu gjatë intervistës të cilët pretekstuar, kjo heshtje do sidomos nga organizatat që kanë dalë nga lufta dhe organizatat të cilët në mbledhjen e tyre mbrojnë viktimat e luftës, pse nuk kanë dalë ta dënojnë këtë akt, të dalin me një reagim. Në veçantë sidomos institucionet publike shtetërore, që për shembull ta marr hiç më lart, unë këtë lajm kam pasur dëshirë që ta plasoj edhe në televizion shtetëror të RTK-s. Pra RTK-ja unë kam çuar materiale dhe kam çuar paditë dhe kam dashur me zonën Mirie ta kemi një intervistë. Pse RTK-ja neve nuk na ka thirrur qoftë vetë me iniciativën e tyre ose unë ato kërkesat të cilat i kam bërë nuk kanë gjetur aprovim. Pra paramendon një kanal shtetëror neve nuk na jep mundësi që të deklarohen për një gjë të tillë. Që me këtë dyshoj që edhe RTK-ja është e kopur. Sepse nuk është kjo për të përfituar nga rasti apo të krijojë një marketing apo gjë diçka që lidhet për ndonjë interes. Po janë prekur ndjenjat kolektive shqiptare dhe janë edhe mediume të tjera që nuk e kanë qitur këtë lajm, janë çuditur. Po RTK-ja të mos na çet neve, na tregon se që janë prekur ndjenjat kolektive shqiptare dhe që kemi proceduar një paditë dhe të bësh një krahasim se krimet i Millushit janë më të rënda se siç është rasti i Darit, kjo është një gjuhë pa precedent dhe shifet se këtu mungon vedia aktive qytetare që